Unë mendoj që paga shumë njerëz e kanë marrë si lloj që Spanja ndoshta nuk mundet me arrit me fitun, krejt ka filluar ndoshta për shkak grupeve, kur e pat atë barazimin me Curaçao edhe gjitha këto, ndoshta e kanë bë atë pjesën që okej, Spanja nuk është një skuadër, edhe është një skuadër që e ka atë tranzicionin e gjeneratës, e ka ende qyshta edhe Xuzi atë moshën mesatare 22-23 vjeç edhe nuk mundet me vazhdu tutje. Pastaj marr parasysh edhe pjesën që Franca e potencon krejt parafolësit e mi që ka 2 kombëtare brenda një kombëtare, këtë gjë e dim. Mirë po, atë që kam pa mbram, full presion kanë qenë skuadra e Francës. Do të thot as edhe 30 sekonda nuk kanë mujtë Francës me mbaj topin brenda lojtari me lojtar. Non-stop do me thoni ke pas Spanjol që luishin me Francës brenda atyre, do të thot topi hera ne herkni. Edhe sare kanë marrë Franca topin, Spanjol kanë qenë aty me njerë me ato vjedhjet ose marrë mande dhe ai gabimi i skandaloz i portierit francez që për pak i kushtoi dhe golin me asistimin ndaj lojtarit spanjoll. Kështu që na e kena pa mbram një Spanjë e cila më ka shtin dyshime që në finale cila do që fituesi Argentina apo Anglia që une e dendori që kam potencu që jam me Argentinën, do ta ketë shumë të vështirë. Do ta ketë ekstrem të vështirë. Një Spanjë frikshme realisht, vetëm një barazim edhe